10 vjet gjyq për një vezë. Kjo histori shqiptare e drejtësisë me siguri do të hynte në librin e rekordeve Guinness. Për të kujtuar pak se çfarë ka ndodhur thuajse 10 vjet më parë, në nëntor të vitit 2015, duhet të kujtojmë që kryeministri Edi Rama shkon në Fakultetin e Shkencave Sociale për të shfrytzuar një nga auditorët atje dhe për të zhvilluar një takim me biznesin. Në përfundim të takimit, disa student të lëvizjes për universitetin dhe aktivist të ndryshëm qëllojnë me vezë kryeministrin Edi Rama. Ishin Anita Lushi, Bora Mema, Klodi Hoxha, Viki Qipi, Liri Kuqi, Durim Jasharaj, Dardan Konjufca dhe Valton Marko. Këta ishin studentët që qëlluan me vezë kryeministrin, të cilët pas pak orësh u arrestuan nga prokuroria me kërkesë të policisë së Tiranës. E pra kanë kaluar thuajse 10 vite nga ai moment dhe edhe pse u hap një çështje drejtësie për këta student, kalvari ende vijon. Për të folur për këtë kalvar dhe përse drejtësia shqiptare ende nuk ka dhënë një vendim për këtë krim që kanë kryer ata që sot nuk janë më student, kam në studio Bora Memën. Mirëmbrëma, faleminderit që je në studio, nuk je më studente, e ke përfunduar fakultetin, dhe Dorian Matlin, avokatin e kësaj çështje që siç thash është për librin e rekordeve Guinness. Mirëmbrëma dhe faleminderit. Mirëmbrëma. Ishte edhe sensibilizimi yt që e ngritëm këtë çështje sepse shkrove në Respublika.al që çështja gjyqësore kthehet sërish në gjykat. Pra do të shqyrtohet përsëri. Çfarë po ndodh, përse nuk merr fund një kalvar i tillë për ca vezë të hedhura që nuk i ran as në kokë kryeministrit? Sepse çështja nuk është thjesht për i vezë, pavarësisht se, titulli është ngacmues mjaftueshëm, është për drejtën për të pasur një protestë, po themi, pavarësisht se si mund të jemi dakord apo jo me idetë e dikujt apo dikujt tjetër, por drejta për të pasur, për të ushtruar protestën në çfarëdo lloj mënyre, drejta për të shprehur në çfarëdo lloj mënyre, e drejta për të pasur një proces rregull ligjor, gjithashtu, janë ato drejta që po mbrohen në rastin konkret në këtë proces gjyqësor. Dhe kjo çështje ka zgjatur shumë, sepse tashmë ne kemi edhe një sistem gjyqësor që është bërë emergjencë kombëtare tani, vetëm thjesht fakti që sistemi gjyqësor nuk funksionon më, domethënë për shkak të gjithë efekteve anësore të reformës, por gjithashtu dhe për faktin se gjykata e apelit që e mori atëherë në shqyrtim çështjen, nuk e trajtoi fare në themel, u mor me ca formalitete, të cilat gjykata lart tha këto janë formalitete të tepruara, tha duhet gjykohen tamam themelin e çështjes. Dhe po të gjykojë themeli çështjes, pastaj domethënë rezultati i saj do ishte ndryshe. Sot konkretisht për çfarë do gjykohet kjo çështje? Për çfarë do gjykohet? Akuzat janë goditje për shkak detyrës, pra mbas 10 vitesh, dhe kundërshtimi punësit policisë. Por, do të kuptojmë, 3 persona janë që akuzohen për goditjen për shkak detyrës. Goditja është ajo me vezë, të thamë. 5 persona tjerë akuzohen sepse penguan policët që të kryenin ndalimin e 3 personave që goditën me vezë. Mirë po, që është e vërteta kur është zhvilluar gjykimi, pavarësisht se çfarë verdikti dha shkalla parë, u kuptua që gjithë akuza ishte një ngrehin tepër e dobët, tepër e shëmtuar në vetvete, për sa i përket çfarë po akuzoheshin personat, sepse po flasim për një çështje ku më tepër ishte paniku i policisë, paniku i gardës, se u gjujt kryeministri me vezë dhe i hata e madhe, që bëri që gjithë çështja të ndërtoi shumë shtrëmbër dhe personi që duhet ishte ai që do të vinte si dëshmitar, të paktën që tregonte kush goditi nga këta persona, nuk e thiri dot asnjëherë gjykata si dëshmitar, pavarësisht se e futi në listën e dëshmitarëve. Tu kishte një problem shumë madh. Prokuroria gjeti një vezë. Ndoshta janë qelluar më shumë, po një vezë u gjet në vendin e ngjarjes. Këto ishin provat e mbledhura në vendin e krimit? Po pra, ky ishte vendi i krimit. Vetëm një vezë provë mbledhur. Dhe akuzoheshin 3 persona që kishin gjujt një vezë. Tani kjo ishte është gallat kështu për ta kuptuar, po kjo ndodhi seriozisht në sallën e gjyqit. Dhe 5 persona të tjerë që akuzoheshin se kishin penguar policinë, ndërkohë që policia kur vinte dëshmonte atje, thoshte që njëri thoshte unë po të riqja studentët nga kjo anë, tjetri thoshte unë po të riqja nga ana tjetër, kishin penguar njëri tjetrin policët. Do t'i kthehemi prapë gjyqit se jam kurioze të di, a janë më policët e asaj kohe, dëshmitar mund të janë apo janë gjallë, janë ende në detyrë, janë larguar nga Shqipëria, po do t'i kthehemi sërish procesit gjyqësor dhe kalvarit të tij. Bora Mema, ti ke qenë një nga ato që qëlloj me vezë?
Po, unë dhe një nga aktivistët e tjera, kemi qenë 2 nga personat që kemi marrë pjesë në aksion, por bashkë me ne kanë qenë dhe student aktivistë të tjerë, të cilët momentin që panë që ne po tërhiqeshim zvarr, janë munduar të na mbrojnë nga njerëz cilët kanë qenë pa identifikuar, sepse si fillim kanë ardhur njerëz civil nga Garda e Republikës, më pas kur ne po rrëmbeshim praktikisht nga fakulteti, po shpresonim që policia e shtetit vinte të na shpëtonte, ku për fat keq policia bë palë me rrëmbyesit edhe bashkë me ta na dhunoi jo vetëm në hapësirat universiteteve, që universitetet janë hapësira autonome dhe është ndaluar që policia të jetë në hapësirat universitare pa pasur leje nga rektori. Po ashtu, ne jemi dhunuar jo vetëm në hapësirat universitetit, por edhe në furgonin e policisë dhe unë dhe një aktivist tjetër jemi dhunuar dhe në komisariatin nr. 2 dhe më pas jemi dërguar drejt drejtorisë së policisë. Cila ishte arsyeja e protestës? Ju keni ngritur zërin kundër ligjit për arsimin e lartë të asaj kohe dhe ne e dim rezultatet që ka prodhuar ky ligj. Dhe pas disa vitesh edhe protestat e mëdha studentore kundër tij. Bën 11 vjet që Edi Rama ka dalë dhe ka pretenduar që do reformohet arsimi i lartë. Në vitin 2015 ka miratuar ligjin, aso kohë ne si student organizoheshim me qindra vet çdo javë gjatë periudhës që ligji po diskutohej dhe po miratohej dhe bëm një premtim që kjo reformë nuk ka për të miratuar praktikisht. Kjo reformë për kë nuk e mban mend ka pasur në thelbin e vet që të dërgonte para publike drejt universiteteve private, pra të çonte parat e klientët e qeverisë, nuk ka pasur rritje financimesh për universitetet publike dhe po ashtu cënonte dhe lirinë dhe autonominë e universiteteve që ne e shohim dhe sot që janë praktikisht kontrolluara nga qeveria. Pasojat e kësaj reforme, të cilat kur ne i artikulonim gati 10 vjet më parë, po i shohim dhe sot, universitetet janë bosh, financimet janë shumë të ulta dhe rinia gjithnjë më shumë e shikon të pa arsyeshme të jetë pjesë e jetës universitare, ndaj emigroj masivisht. Por do doja të prekja nëse është mundur një çështje e cila së fundmi është bërë dhe pjesë e medjave, një nga oficerët e policisë, i cili na ka dhunuar dhe na ka kërcënuar dhe jo vetëm në atë protest, po edhe në protestat e mëvonshme, quhet Dedan Gjoni. Nëse do kërkoni në Google, Dedan Gjoni ka qenë pjesë e strukturave më të larta të policisë shtetit, i cili jo më pak se një vit më parë është arrestuar tek pjesë e grupit kriminal, dosja Metamorfoza. Dhe ishte një ndër personat që organizota atentate me pagesë. Do të thënë, imagjinoni për çfarë arsye një njeri i tillë ka qenë i mbrojtur për sa vite nga policia dhe për çfarë arsye Edi Rama këtë njeri e ka pasur pjesë strukturave më të larta të policisë shtetit dhe e ka pasur njeriu që praktikisht i ka mbrojtur nderin Edi Ramës duke goditur student edhe duke i kërcënuar edhe pas asaj protesta. Por ju vendosët të qëlloni në drejtim të kryeministrit me vezë, edhe pse nuk duket shumë etike, është një formë proteste që njihet në të gjithë botën. Nuk e di tani, nuk e mbaj mend, a para jush, a mbas jush, të njëjtin gest, por kësaj here me salc e bëri studentja aso kohë Mirela Ruko, sot është anëtare e Këshillit Bashkiak për lëvizjen bashk me ministren e arsimit Lindita Nikolla, por më kujtohet për shembull një gest spektakolar fare në shtëpinë e bardhë, një këpucë që hiqet nga këmba dhe që llohet në drejtim të presidentit të Shtetit Bashkuara George Bush. Por që të hyni pastaj në një kalvar të tillë procesesh gjyqësore prej 10 vitesh kur shumë prej jush nuk janë më aktivist, vijojnë jetën e tyre, janë bërë prindër, jetojnë jashtë shtetit. Çfarë mendon kur të vjen në mendje gjithë ky kalvar i gjatë gjyqësor? Çdo njeri ka drejt mendojë nëse këto lloj protestash janë etike apo jo. Unë mendoj që është shumë herë kjo lloj proteste është akt simbolik, nuk është që ne kishim ndërmend të lëndonin fizikisht Edi Ramën apo Lindita Nikollën, paktën jo fizikisht, nëse janë lënduar emocionalisht, ky është problemi më i vogël që ne mund të kemi në shoqëri, domethënë. Zoti Rama dhe si viktime ngjarjes nuk pranoi të paraqitej si dëshmitar kur u thirr në shkallën e parë. Që të na shpjegonte a ishte lënduar vërtet apo jo, unë nuk mendoj që është jo etike, mendoj që është 100 herë më keq të cënosh universitetet publike, të jesh pjesë e krimit organizuar, të shkatrosh sistemin gjyqësor, sistemin e drejtësisë dhe mendoj që këto janë komplet të parëndësishme kur krahasohen me veprimet e qeverisë. Nuk mendoj që është e dhunshme ose jo etike ky lloj akti, sesa ajo çfarë represioni që qeveria ushtron çdo ditë ndaj njerëzve që janë më të pafuqishëm. Në këto 10 vjet që kanë kaluar, po e diskutonim edhe me Dorin kur na erdhi papritur ky me avokatin pjesë, kur na erdhi
papritur ky vendim i gjykatës lartë, u kujtohem që ka kaluar 10 vjet, jeta jonë për shumë për ne ka ndryshuar, por ajo çfarë ne kemi kaluar, sepse ne kemi zbatuar vendimin e gjykatës, masën e dënimit që na ka dhënë, por krahasuar me shumë qytetarë tjerë, të cilët përballen me një sistem drejtësie shumë herë më të dhunshëm, ose mund të ketë qytetarë të tjerë që enden për vite e vite dhe nuk marrin as përgjigje, kalvari ynë është komplet i parëndësishëm, krahasuar me shumë probleme tjera që qytetarët përballen në Shqipëri, me mizerien që përballen çdo ditë, me kushtet se si është universiteti, po të shkosh në universitete sot janë komplet boshatisura, për mungesën e perspektivës, për faktin që shumica të rinjve thotë sot çfarë më duhet universiteti, kur modelet e suksesit janë ato çfarë qeveria ka promovuar me njerëz krimi të organizuar dhe si modele suksesi, për atëherë ky kalvar është komplet i pa rëndësishëm. Por unë mendoj që arsyeja pse ne jemi bërë pjesë e këtij kalvari nuk ka qenë për të na intimiduar ne, besoj se qeveria ka shumë qartë pozicionin tonë dhe të aktivistëve tanë ndër vite, nuk besoj se ka shpresuar që do na intimidonte me këtë gjë, por mendoj që ka qenë një mënyrë për të intimiduar qytetarë tjerë, të cilët u tregon se në rast se ata do angazhohen për të rezistuar, kjo është një mënyrë për t'i dhënë shembullin që mbase duhet ta mendojnë mirë para se ta mendojnë mirë. Avokat Matlia, në fillim këta studentë janë dënuar me disa orë komunitare, punë komunitare, cili ka qenë dënimi i tyre fillimisht dhe çfarë ndodh sot me seancat gjyqësore? Po thosha pak më parë që disa nga dëshmitarët mund mos jenë fare të disponueshëm, mund të jenë jashtë, çka mund të çojnë në shtyrje të tjera, mund mos jenë më në jetë. Për sa i përket pjesës dëshmitarëve, në të rast disa dëshmi janë marrë në shkallë të parë. Dhe shumë vërtet ato janë të vlefshme në kuptimin e dëshmive, po. Po, është njëri nga dëshmitarët i pyetur është e përmendi Bora, domethënë zotrin që sot është bankë të akuzuarve për vete, dhe i ka qenë i pyetur në gjykat. Një dëshmitar ama po, nuk erdhi asnjëherë, dhe ndoshta kjo ishte një qershi ambitor, si thuash, është pikërisht Edi Rama, sepse vetëm ai mund të arritë të identifikonte se kush ishte personi që qelloi me vetë, se këtë se gjendet dot as prokuroria dhe asnjë nga dëshmitarët e pranishëm nuk e tha asnjëherë, as garda dhe policia jo. Nuk duket tek ato pamjet? Po as nga pamjet nuk duket, dhe çështja është që këtë dëshmitarin tu kishin aq shumë zor gjykata që ta thrisnin, dhe madje gjykata e apelit i ra aq shkurt gjyqi, sepse s'donë të vinte te kjo pikë. Ne në atë kohë, imagjinoni domethënë pastaj ta marrësh një ditë për të pandehur, as për dëshmitar nuk e thrisnin dot, si thua. E futën në listë, gjykata shkallës parë, dhe e hoqin nga lista në fund fare. Nuk dohet ta thriste më. Kjo ishte pjesa për sa i përket dëshmitarëve. Ky dëshmitar po nuk është pyetur akoma, mund të lindë nevoja që të pyetet. Por problemi është tek fakti që gjithsesi domethënë këtu po gjykojmë një mënyrë proteste, e cila praktikisht domethënë është ai që thotë edhe Bora, për praktikisht hajde të japim një lloj shenje kuraje njerëzve domethënë që mund ta zgjidhësh ditë probleme, mund të shkojë gjatë. Nuk shkoj kaq gjatë se deshi pushtetit ta bënë kaq gjatë. Shkoj gjatë sepse edhe ne nga krau tjetër bëmë një lloj kundërvënie që mos ta linim të çështje thjesht me i dënim. Orët komunitare të punës i bën, po, është vërtet. Secili nga ato 8 persona ka bërë 60 orë pune për interes publik. Nuk është kjo që i ka rënduar besoj shumë, por rëndimi më i madh është të deklarohesh fajtor për diçka që në fundit çfarë ke bërë? Ke ushtruar një drejt kushtetuese, të ngresh zërin, nuk kanë dashur ta godasin Edi Ramën me vezë për ta lënduar, se ndryshe kishin kapur një tull edhe i kishin rënë me diçka më të fortë, apo jo? Po ishte ky synimi. Synimi është të bësh një akt simbolik, të rreqësh vëmendjen që është shumë e çakurduar në të vend, tek një temë që është shumë e rëndësishme, siç ishte tema e universitetit. Domethënë, dhe shumë mund ta bënin pis. Po dhe bërja pis ka i lloj simbolike të vetën, domethënë, se në fundit edhe meritonte pak, domethënë, po themi doza të tilla, pavarësisht se mund mos jetë etike, por nuk është penale. Nuk është deri në nivelin e dënimit penal. Me çfarë janë dënuar studentët? Dhe keqja është se veza nuk përbën, nuk është as armë ftohtë. Nuk është asnjë lloj armë. Goditja për shkak të detyrës. Goditja për shkak të detyrës, domethënë. Tani kjo është çështje interpretimesh. Megjithatë, edhe sikur të ishte kjo, domethënë, është kjo vepër penale, përsëri domethënë kishte çalonte procesin edhe për sa i përket elementit të provave. Edhe ato nuk kishin fare interesi. Pra, nga një problem, po themi që a mund ta ushtrojnë drejt tillë personat që u ka ardhur më tunde se kanë muaj e vite që luftojnë për një kauzë dhe s'ka as vëmendje publike dhe madje vjen një kryeminist që bën dhe karshillok në ambientet e universitetit, mbasi nuk merr pjesë te ky lloj debati që do të merrte pjesë për universitetin,
dhe i bën dhe një aktin simbolik dhe pastaj më brava duhet shkelën dhe disa drejta tjera, mos merren prova, mos dëgjohen të shqiptarët, mos konsiderohen argumentat, kjo pastaj bëhet akoma dhe më e rëndë. Aktualisht këta studentë rezultojnë të dënuar kur marrin atë dëshminë e penalitetit? Tashmë në këtë moment që flasim, pas vendimit gjykatës së lartë nuk janë të dënuar, vazhdojnë të jemi ke prezumimi i pafajësisë sepse nuk ka i vendim formës prerë. Pra vendimi i formës prerë u zhbë, u prish nga gjykata e lartë. Dhe tashmë kthehet çështja në gjykatën e apelit për të rishikuar edhe një herë ato argumente që kemi thënë dikur në ankim. Dhe argumentet ishin që prokuroria nuk identifikonte as kush goditi dhe madje nuk ka as element të kundërshtimit punojësit policisë sepse nuk kishin bërë asnjë lloj rezistence, e aq më tepër me dhunë studentët, por thjesht ishin policët që në panik e sipër kishin penguar njëri tjetrin dhe kjo u provuan sallë gjyqit. A ekziston mundësia që kryeministri për shembull të bënte një akt të madh falje apo tërheqje të nuk e bën, si personi dëmtuar apo i goditur? Jo, sepse kjo kalon përtej të drejtave të individit prekur, sepse është prokuroria e cila ndjek vetë kryesisht çështjen. Por megjithatë kryeministri mund bënte aktin që të vinte si dëshmitar dhe thoshte unë nuk mbaj mend asnjë nga ata personat që këtë goditur. Dhe këtu mund mbyllej historia, patjetër, pa i serë. Mund të ishte mbyllur edhe në një mënyrë tjetër, për shembull mbaj mend në 1997-ën ati i shenjtë Papa Gjon Pali u godit nga Ali Akça, u plagos. Edhe pse ai ishte një terrorist, edhe pse kreu një krim shumë të rëndë, edhe pse u dënua rënd, Papa si ishte ati i shenjtë, bëri aktin publik, e fali publikisht. Ne nuk pretendojmë që kryeministri është ati i shenjtë, por ndoshta mund të kishte dhënë një mesazh paqëtimi dhe një mesazh pozitiv për të gjithë të rinjt, duke deklaruar publikisht se ju kishte falur. Dhe ndoshta edhe prokuroria edhe gjykata pastaj mund ta kishte marrë mesazhin. Unë shpresoj që prokuroria si institucion të mos varri nga veprimet e një kryeministri cili do qoftë ai, nëse prokuroria do shikonte që ne kishim... Jo, të tregonte pak tolerancë dhe mirëkuptim nga një aksion studentor, që nuk ishte për qëllim ta dëmtonte as fizikisht. Ne që në kryetari se kemi thënë që ky është një proces politik, ne nuk mendojmë se prokuroria ka parë që ka pasur element të veprës penale dhe ka vendosur të vazhdojë hetimin përpara. Fakti që gjithë ky proces ka vazhduar në këto forme për ne është një proces politik, e kemi thënë që në fillim dhe gjykata e lartë na e dha të drejtën se si ka për ecurinë e këtij procesi. Unë do përmend dy gjyqtarë, Arben Micko dhe Fatmira Ajdari. Arben Micko ka qenë gjyqtari i cili na ka dhënë dënimin në gjykatën e shkallës parë. Është një gjyqtar që tashmë nuk është në pjesë. Dy gjyqtarë të larguar nga sistemi i drejtësisë nga vetingu. I pari u tërhoq që të mos kalonte procesin vetingut, e dyta nuk arriti dot ta kalonte. Kështu që imagjinoni në të fazë, do me thënë kush ju ka dhënë drejtësi, po thoni? Kush ka ngelur t'jap drejtësi, jo vetëm për rastin ton, po fillon mendon për raste shumë herë më të rënda apo probleme shumë herë më të mëdha me të cilat përballen qytetarët shqiptarë. Mendoj që Edi Rama e para punës nuk ka pse të falë se ne nuk është kërkojmë ndjes, se nuk është jemi penduar, e kemi shprehur dhe më parë, vetëm një pendes mund të jetë që në rast se ato vezët e tjera që nuk janë gjetur nga prokuroria nuk e kanë kapur në shenjë, është vetëm pishman që ne kemi, domethënë nuk është që pretendojmë që të ketë falje nga ana e tjetër. Por çfarë bëjnë sot 8 të arrestuarit e dikurshëm? Kanë kaluar 10 vjetë, shumica e tyre janë në jetët e tyre, familjare, disa të tjerë prej nesh vazhdojmë akoma jemi aktivist në çështje të ndryshme, por kryesisht aksioni i organizuar, një pjesë e rëndësishme e aktivistëve që janë organizuar në këtë aksioni me Sarxën e Lidita Nikollës që kanë organizuar protestat kundër ligjit të arsimit lartë dhe më pas edhe protestat e mëdha të cilat na dhanë të drejtë. Protestat masive 2018-2019 dëshmuan atë që ne kishim sa vite që e thonim. Situata e universitetit sot është ajo që ne kemi sa vite që e themi. Një pjesë e konsiderueshme jemi të angazhuar në lëvizjen bashkë, ku prapë arsimi i lartë është ndër çështjet kryesore me të cilat ne identifikohemi dhe angazhohemi dhe kemi dhe pjesë programit tonë, nevojën e një reformimi të vërtet në arsim. Avokat Matlia, edhe pse një kalvar i gjatë gjyqësor, është një çështje që ti e ndjek prej sa vitesh? Që nga fillimi. Që nga fillimi. Pra dhe ti ke 10 vite me këtë çështje. Dhe pak a shumë është edhe, kjo është edhe një fitore jote personale, fakti që do të rigjykohet. Okej, e drejtë, më thonë, dhe është në vazhdën e fitoreve, sepse ka pasur dhe një vendim të gjykatës së Strasburgut për një tjetër çështje që ti e ke ndjekur, të ish drejtorit të RTS-s Toma Gëllçi dhe arrestimit
Kjo ka të bëjmë me standarte, do më thënë që vërtet, edhe është një ato çështjet që unë pavarësisht se unë jam edhe një avokat që ofrë dhe çmime në treg, me çmim, do më thënë për katës me kështu, kjo ka qenë një nga çështjet që unë e mora pa pagesë, pikërisht për knajsinë të vendosurit disa standarteve. Sepse i shërben jo vetëm një grupi për 8 personash, por i shërben dhe kujdo që mund të vendosë rretha të tilla në të ardhmen. Dhe sigurisht që e kam të sensin e knajsisë, domethënë që të zgjidhet në mënyrë pozitive në fund fare. Nuk po pëlqen fakti që merr çështja kaq shumë kohë, domethënë është një gjë që sinqerisht e shoh të degradohet gjithmonë më tepër ky problem, po e shohin sistemin gjyqësor që nuk është i aftë japi përgjigje të shpejta më, siç ka pasur dikur, të mirat këqija po jepeshin përgjigje të shpejta më, sot pas reformës përgjigjet nuk janë më të shpejta. Sot kemi sistem gjyqësor që sa do këtë ka aftësinë korrektuese, përsëri këtë aftësi korrektuese ka mbasi ka ikur interesi i çdo lloji çështje. Kjo vlen edhe për çështjet penale, edhe për civile, edhe për administrativet, për çfarëdo lloj gjëje. Ne kemi sot një sistem, domethënë, i cili praktikisht, e thash edhe në fillim, jemi në emergjencë kombëtare realisht me sistemin gjyqësor. Nuk kemi gjykata funksionale më në Shqipëri. Vërtet gjykata e lartë në këtë rastin tu mori një vendim pozitiv, po imagjinoni që ky vendim është marrë 9 vjet mbasi ka filluar çështja. Pra, për mua është problem shumë i madh dhe ky fakt. Ne kemi harruar se si kanë qenë çështjet në fillim fare. Ne duhet të rikujtojmë, të rifreskojmë memorien tonë se herë që shkojmë në një gjyq që ka kaq vite. Mendoni edhe gjyqtarët që gjithashtu duhet të rifreskojnë, të rilexojnë dosje her pas here sepse harrohen. E kështu me radhë, dhe ky është një problem që me thënë drejtën kam një lloj problemi të madh me qoftë edhe me këtë situatën e sotme që ka një fushatë elektorale, po themi ka 2 forcat mëdha politike, ka edhe disa forca tjera të vjetra, ka forca të reja që janë futur në diskutim, ama nuk e shoh të ngrihet si një problem i rëndësishëm problemi i sistemit gjyqësor që është në kolaps. Do doja ta shikoja si një nga temat kryesore të fushatës në përgjithësi, nga kushdo, domethënë, sepse është megjithëse një hall shumë i madh. Jo, e kanë përfshirë të dyja forcat politike, kërkojnë riformatim të sistemit të drejtësisë, madje deri ke zhbërja e SPAK-ut. Te SPAK-u, aty nuk ka vetëm SPAK ky vend. SPAK-u është një gjë, domethënë. Po kemi probleme të gjykatave të zakonshme që nuk po funksionojnë dot. Kemi njerëz që nuk zgjidhin dot problemet marrëdhënieve të punës. E ka dëmtuar harta e re gjyqësore dhënien e drejtësisë të çdo lloj gjë. Harta gjyqësore ka qenë një nga goditet që ka psuar sistemi. Goditja e fundit. Dhe që e ka përkeqësuar akoma më shumë. Pra ne kemi sistem gjyqësor i cili nuk është më i aftë japi përgjigje. Dhe prandaj dhe pastaj shkojnë me kaq shumë kozgjatje, zgjidhjet e atyre problemeve që disa janë probleme të vogla të individit, sa tjera janë më parimore si kjo çështje që ne po bëjmë këtu fjalë. Pra që nuk është një vezë, po është shumë më tepër se një vezë. Shumë më tepër se një vezë, por gjithsesi mbetet një çështje e drejtësisë. Unë ju falenderoj që ishit në studio, avokatin Dorian Matlia dhe Bora Memën, aktivisten e Lëvizjes Bashk. Faleminderit shumë që ndat eksperiencën tuaj, por edhe dhat mesazhet tuaja. Nderuar televizionistë, do të kemi pak minuta publicitet, por mos u largoni sepse sonte do të kemi një dokumentar shumë interesant të realizuar nga Citizen Channel dhe gazetarja Erisa Kryeziu. Do të flasim për një formë të re dhune. Mesazhet, kërcënimet, intimidimet në rrjetet sociale edhe me fotot intime apo me materiale private. Çfarë bëjnë vajzat dhe gratë shqiptare? Ku drejtohen dhe cila është ndihma që japin institucionet në vend? Për këtë flet dokumentari në vazhdim, publicitet dhe mund ta ndiqni këtë dokumentar të Erisa Kryeziut. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe do të shihemi nesër në edicionin qendror të lajmeve. Mirupafshim. Faleminderit.